po ketë pritjet e analistave dhe tek e fundit dhe qenë fort e rëndësishme. Kena pritë që mbrëmja thunin e i fjallë Albin Kurtit sonte u kapet me zveti, edhe kjo opozitë që ka mbeti. Pse ishte problem votimi i rezolutës? Nuk ishte problem, unë aspekoj shumë bukur, do me thonë, ishte dakordem që të përkrahet kjo rezolutë për një tekst i cili nuk ka asnjë arsye logjike mos me ushtu, nuk ka asnjë arsye humane mos me ushtu, edhe mendoj që duhet me pas një guxim për gjithë deputetëve aty që me shtua tekst sepse është në të mirë të historisë Kosovës, qytetarëve të Kosovës, drejtësisë në Kosovë, edhe me refuzu shtimin e një 4 rreshtave është e çuditshme. Nëse ti nuk ke guxim me i shtu 4 rreshta me një tekst e cila është gjithçka e qartë edhe e thjeshtë edhe din me kuptu edhe nuk menoj që ka qytetar në Republikën e Kosovës që i lexon ata 4 rreshta dhe është kundër aty në 4 rreshtave. Me thonë, ne jemi kundër sepse e kanë hartu disa profesionista, është tregon që s'ka guxim për me bo diçka super normale. Edhe më ka çudit refuzimi, unë e kisha pas shefa tekstin, të cilin e lexoj zonja Lushaku me shfaq në ekran, edhe nëse një qytetar... E kom qëtë pjesë, pra, muj me lexu. Nëse një qytetar... Teksti është ky, pra, i propozum nga... Të shfaq në ekran regjia nëse mundet është shumë ma bukur. Se Janisa Qermal, Janisi që mas lejthuj s'po Janisi regjis. Jo, po vërtet. Që po Janisi. Po më duket e ka ndru pak... Po lexojmë, që do më thonë, nëse është ky. Kërkon nga të gjitha institucionet e rendit dhe ligjit në Republikën e Kosovës, si dhe inkurajon mbështetjen ndërkombëtare për intensifikimin e përpjekjeve drejt zbardhjes së plotë të gjitha vrasjeve të pazbuluara të ndodhura gjatë dhe pas periudhës së luftës në Kosovë, me qëllim që të sigurohet drejtësia për të gjitha viktimat, të zbardhet të vërteta dhe të fuqizohet shteti së drejtës mbi parimet e paanësisë dhe barazisë para ligjit. Qysh mundesh mos me pranu një diçka të tillë? Unë s'pe kuptoj as grupin parlamentar PDK-s, as deputet e tjerë që për një farë arsye të çuditshme, po më duket pak guxim për me sepse çdo qytetar që e lexon mendoj që duhet me kuptu që kjo veç ish dasht me qenë pjesë e kësaj rezolute para se me thona, na kemi menduar që kjo duhet me qenë aty, edhe refuzimi vërtet është i çuditshëm. Unë veç më i me thoni çuditshëm, s'po du me linçu edhe me thonë kjo. Është një vot të grupi parlamentar i VV-s kundër, është Fatos Geci, pra deputet i ri, që ka ardhur nga lista Guzo për pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosur që po ashtu ka votu kundër, pra gjithë kanë qenë pro, prej ashtu LDK-s që s'ka marrë pjesë në votim. Baton. E para, rezoluta është formale. Është, nëse dikush e merr maksimalisht seriozisht në kuptimin e zgjedhjes e problemeve të luftës, pas luftës, vrasjeve të pas vrasjeve, atëherë e ka gabu kohën, e ka gabu rrugën dhe momentin për çka po flasim. Nëse në Hag po flasim për një akt akuz prokurorisë, se flet për vrasjet e pas luftës, atëherë të hysh me kësi propozimi, që është i saktë, është human, i ka të gjitha mrenda. Dhe mund të vendosësh edhe në për libra, ku të dush atë formulim. Por të vendosësh, të kontekstualizosh në një moment ku rezoluta i drejtohet i kujt tjetër, mendoj që është pashije. Në më thonë, nuk ka kuptim. Dhe kjo pa kuptueshmëri nuk është për shkak të fjalive, është për shkak të kontekstit. Është për shkak se prokurorët po kërkojnë vrasjet e pas luftës. Na, këtu fiks që 26 vjetë, diskutojmë, kemi shkruar, kam shkruar për vrasjet e pas luftës dhe e dojnë viktimat të drejtën e tyre. Po jo në këtë moment, jo kështu. Jo me dalë me bot debat këtë punë, kur njerëzit ka nevojë spaku që mos dënohet historia dhe ti këtë fjali javçon nërmend dhe e fut në një kontekst kur po marrë gjykimi. Po kjo nuk është thirrje. Po s'është momenti, s'ka lidhje me thirrjen, s'ka lidhje me fjalinë, me bukurinë e tyre, me të vërtetën e tyre, me të drejtën e tyre. Këtë mujmë me thonë që kjo është e saktë. Po është absolutisht e panevojshme që të futet brenda dhe dekontekstualizohet rezoluta. Rezoluta
është në kundërshtim me prokurorinë e cila në një farë mënyre nuk du me lexu rezolutën fare. Po nuk du me lexu rezolutën fare për arsye se një tekst i formuluar goxha bukur, pra mund të them. Po them që s'po du me momentalisht me fol për rezolutën. Është një moment, as po du me ditë kush e ka shkruar. Por e ka një kuptim për arsye se prokuroria ka qenë historik. Nëse mund me fol për humanizëm, pra edhe rezoluta, Valoni e kërkoj fjalën, por do m'ia dhon Valoni, pra edhe rezoluta bën këto, pra kërkon thjesht gjykim të drejtë. Po pra, kërkon nëse kërkon gjykim të drejtë, është mjaftueshëm standard që kur kërkohet gjykimi i drejtë, nuk ke nevojë të shtosh fjali tjera që viktimat kërkojnë të drejtën e tyre për familjet të vrasjet politike. Po mëre, kena me kërku për çdo ditë po deshe. Çdo ditë. Edhe duhet.